Për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë flitet për Lonxhën. Është deputeti i Vlorës Bujar Leskaj ai i cili ngriti zërin nga folklorja e Kuvendit në respekt të komunitetit egjiptian që jeton prej qindra vitesh në lagjen e vjetër të Vlorës dhe që në Tiranë ndoshta nuk e kishin dëgjuar ndonjëherë emrin Lonxh. Leskaj theksoi se ky komunitet është i njerëzve të urtë dhe punëtor, por që ka probleme që lidhen me diskriminimin në arsim dhe çështje sociale. Deputeti demokrat tha se mungesa e mundësive ekonomike të ky komunitet është më i theksuar. Një pjesë e konsiderueshme e lagjes Partizani në Vlorë dhe ndoshta në 2-3 fshatra jetojnë prej 10 vitesh dhe shumë kohë më tepër, jeton një komunitet i njerëzve të urtë, i njerëzve punëtor dhe i njerëzve të ndershëm, komuniteti egjiptian, i cili për fat të keq vazhdon diskriminohet në forma të ndryshme. Problema dhe sfidat për komunitetin egjiptian në Vlorë, po mendoj janë dhe për një pjesë dhe në Shqipëri, në qytete të ndryshme të vendit që janë, është diskriminimi në arsim dhe në shërbime sociale. Fëmijët egjiptian shpesh përballen me vështirësi në regjistrimin falas në kopshte dhe qerdhe, si dhe me akses të kufizuar në bursa dhe tekste shkollore. Gjithashtu, nga ana tjetër, në këto zona kemi raste të theksuara të munguara të mbështetjes me mësues ndihmës për fëmijë me nevoja të veçanta. Janë tërësisht të lënë pasdore. Papunësia dhe mungesa e mundësive ekonomike të ky komunitet është më e theksuar se kudo në shtresat e tjera vulnerabël në Vlorë dhe në Shqipëri. Dhe në aktivitetet e Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, unë kam lexuar dhe raportin vjetor të këtij komisioneri, komuniteti egjiptian në Vlorë përmendet si një grup që ka nevojë për më shumë mbështetje në arsim dhe punësim, duke u theksuar diskriminimin në tregun e punës. Dhe një pikë tjetër ku asim këtë diskriminim është stigmatizimi dhe diskriminimi racial. Për shkak të diskriminimit ky komunitet has vështirësi edhe në marrjen e shërbimeve, thot deputeti Leskaj. Një tjetër sfidë e rëndësishme mbetet mungesa e përfaqësimit dhe fuqizimit qytetar brenda komunitetit egjiptian, theksoi ai. Ndërsa në lagjen Partizani në zonën e Lonxhës, sipas Leskajt, duhet punuar më shumë në drejtim të infrastrukturës dhe zgjidhjes së problemeve sociale. Komuniteti raporton diskriminim të vazhdueshëm për shkak të origjinës etnike dhe pamjes së jashtme, duke u përjashtuar shpesh nga shërbimet publike apo trajtimi i barabartë. Rastet e gjuhës së urrejtjes ose të diskriminimit të drejtuar ndaj këtij komuniteti janë dokumentuar dhe nga Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, të cilin e inkurajoj të punoj shumë më tepër dhe shumë më përkushtim ndaj këtij grupi vulnerabël. Dhe kemi te ky komunitet dhe një mungesë përfaqësimi dhe fuqizimi qytetar. Në Vlorë janë organizuar disa aktivitete nga Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi dhe OJF për sfidat e komunitetit egjiptian dhe kushtetuta e Shqipërisë dhe përritjen e aksesit në arsim dhe punësim. Kjo tregon se ky komunitet ka ende nevojë për përfshirje më të madhe në vendimarrje dhe në jetën publike. Këto ishin për sa i përket diskriminimit dhe mospërkrahjes nga ana sociale, ana arsimore. Po unë dua të theksoj këtu dhe nevojën që kanë për ndërhyrje në këto zona në infrastrukturë, në furnizimin me ujë, furnizimin me energji elektrike, në investime të ndryshme që duhet të kryen në këtë zonë. Unë e përmenda lagjen, është lagja Partizani në Vlorë dhe përfitoj nga ky rast që nga kjo sallë e nderuar t'i bëj një thirrje kryetares së bashkisë, zonjës Bruna Mersini, të punojmë me përkushtim për këtë komunitet për zgjidhjen e problemeve të tyre në infrastrukturë dhe problemeve sociale.